Çfarë është stresi I cili manifestohet te maturantët? Është më specifik? Shiko, stresi është një reagim natyror, I natyrshëm, pra që vjen pa në momentet ose në situatat kur janë sfiduese për ne, ose për shembull, ose paraqisin kërcenuese në disa të tjera. Por në këtë rast, në lidhje me temën, atëherë mundem me thonë më shumë sfiduese. Pra, kur ne përballemi me një situatë sfiduese që është për ne, atëherë normalisht që trupi jonë ka me reagu me stres. Dhe esencialisht situatat sfiduese duken pozitive. Pse stresi është në shprehje, vjen në shprehje këtu? Shiko, stresi sfida është e mirë, është e shëndosh. Po, mirë, po në këtë rast për shembull, a është stres pozitiv apo stres negativ për shembull? Stres pozitiv është kur na për shembull vetëm po arrim diçka e cila na kënaq neve, ose një rezultat, ose një diçka të caktuar të cilën na e kemi synuar ndoshta më herët, atëherë normalisht që ne kemi me pas një lloj stresi, pra një farë lloj egzaltimi, nëse mundem të thonë, edhe ajo është një gjendje stresi, pra kur ne po njihem super të kënaqur për diçka dhe nuk po mundemi më u bë rahat. Kjo është ajo në sensin pozitiv. Mirë, po në sensin negativ është kur na përcjell frika. Pra ne shqetësohemi, na përcjell frika se ndoshta kam e dështu, se ndoshta nuk kam e përformu mirë, ndoshta nuk kam e kalu testin ose provimin ose ato. Kështu që domethënë kjo më shumë është me ato. Dhe kjo është momentale te maturantët apo krijohet për një kohë të gjatë? Shiko, stresi thash është një mekanizëm I natyrshëm që ndodh, pra në situatën kur na po dojmë me u përballë me një situatë. Pra, tash sa është kohë zgjatja, varet do thotë mundet me qenë momentale, mundet me qenë ditore, mundet me qenë ndoshta edhe javore. Mirë po nëse zgjat një muaj, atëherë nuk kemi të bëjmë me stres, atëherë kalon në nivel pak më të lartë që mund të me qenë ndoshta edhe ankth. Mirë po situata stresuese është gjithmonë kur ne kemi një objektiv, një të caktuar me të cilin pritet që ne kemi me u përballë me ta. Kështu që kjo në farë mënyrë bën që. Dhe është normale kjo, pra po sigurisht. Para një prove kemi në një gjendje stresi, një gjendje sikleti. Patjetër, gjithmonë në këto situatat për shembull kur ne kemi mu përballë me një provë, atëherë normalisht që niveli I stresit shpeshherë mbaret edhe prej pritshmërive që na I vendosim vetes tonë. Për shembull, nëse unë kam hyrë në një provim, edhe unë kam pritshmëri të larta që unë duhet me kalu atë provim, atëherë normalisht që edhe niveli I stresit ka me qenë shumë më I lartë për